Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte në studio kemi të ftuar koordinatorin e grupit parlamentar të Frontit Evropian, zotrin Blerim Bexheti. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Zotri Bexheti, kaloi kjo heshtje të cilën e pritëm në shenjë të respektit për viktimat të cilët ndruajnë jetë nga tragjedia në Koçan. T'i kthehemi pak çështjes edhe të shohim se ndodhen disa arrestime, pra pam dhe ka disa të akuzuar nga Fronti Evropian, gjithsesi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë akuzuar gjatë gjithë kohës se këto janë arrestime politike që po bën faktikisht. Cili është komenti juaj dhe çfarë do të bëni tutje për të ankemu këto vendime? Tani jemi dëshmitar se tragjedia në Koçan ishte përmasave më të mëdha që kanë ndodhur në shtetin tonë dhe për herë të parë tentativa është për një defokus total që po ndodh. Lejoni edhe njerë t'ju shpreh ngushëllime gjithë familjeve që kanë humbë të afërmit e tyre dhe të dëmtuarve që ende janë në shërime sipër dhe që kanë pasoja nga ajo tragjedi. Po, nëse kthehemi në pyetjen, edhe njerë do ripërsëris, është një tragjedi me përmasa jashtëzakonisht të mëdha dhe fatkeqësisht institucionet që janë përgjegjëse për mbajtjen e rendit, organizimeve kështu me radhë, duke filluar nga kryeministri Mickovski, filluan që të tentojnë të defokusojnë opinionin dhe ajo po vazhdon me deklarata të ndryshme, duke shku deri atje se do kap përveshi dhe do i nxjerr njerëzit prej shtëpie, kështu me radhë, vetëm e vetëm që t'i ikë përgjegjësisë që institucionet shtetërore ku ajo është kryeministër, ministri i punëve të brendshme, ministri i ekonomisë, kështu me radhë, transportit, njësitë kryeshefat e policisë, inspektoratet, në krejt botën demokratike, përgjegjësia merret në momentin kur ka ndodhur. Këto ndodhje kundërta për një defokus total që mendoj se është në vazhdën e paralajmërimeve tona si Front Evropian për një defaktorizim institucional të shqiptarëve, që vazhdon fatkeqësisht edhe në këtë tragjedi që ti paraqet para opinionit kjo shumicë parlamentare, këta institucionet të orkestruara dhe të dirigjuara do marrë të drejtën dhe përgjegjësinë që ta them, që fajtor qenë ka ky, fajtor qenë ka ai. Jo, tragjedia ka ndodhur në orë të caktuar, në datë të caktuar dhe përgjegjës për këtë janë organet në këtë kohë që ndodhe. Nëse ka pas lëshime të ndonjë natyre, të mëhershme, ata duhet përgjigjen për diçka tjetër. Po jo edhe t'ju mveshët, dhe krejt kjo është një dëshmi se kjo qeveri me një sjellje arrogante tenton që të manipulon opinionin, dhe kjo është sigurisht në mungesë të rezultateve dhe frikën që ta pranojnë, dhe kjo tregon për kapacitetin demokratik. Në krejt botën demokratike flitet edhe është termi përgjegjësia morale. Këta jo që s'kanë manifestuar përgjegjësi morale, po shkon më larg edhe duke u kërcënu, duke shantazhu, dhe jo rastësisht për herë të parë krejt opinioni shpreh një habi, shpreh një çudi, dhe po reagon. Studentët, rinia, po protestojnë, profesor universitar, avokat, ish funksionar, po edhe funksionar aktual, prononcohen për kompetencat që mund të ketë një bartës i institucioni për ndodhit që ndodhen në Koçan. Megjithatë, çfarë do të ndërmerrni, zotri Bexheti, tani, pra shohim që ka disa ish funksionarë të Bashkimit Demokratik për Integrim që për momentin janë të arrestuar. Do të pritni që ky proces shkojë deri në fund, pra të nënshtrohet procesi të drejtësisë, siç është me rregull, apo do të ankimoni dikun këtë? Ne askund nuk kemi qenë kundër
që t'ju nështron procesit të drejtësisë asnjë qytetari këtij vendi, por nëse e merrni historikun, në ngjarjet e mëhershme kur ka ndodhur, i njëjti me emër dhe mbiemër Hristian Mickovski kërkonte edhe ndërheqje kolektive të qeverisë. Kjo tragjedi është edhe me përmasa edhe më të mëdha. Tash dëshmi më të madhe se përqendrimet e të njëjtit person para dhe tash në këtë tragjedi, kjo është shumë evidente. Ne normalisht se jemi të interesuar për një hetim transparent, për një hetim ku përgjegjësit do të duhet mbajnë përgjegjësi, dhe sot grupi parlamentari Frontit Evropian, në cilësinë edhe të koordinatorit, më lejoni t'ju informoj se kemi bërë dy kërkesa, kemi përgatit. Sot është dorëzuar në arkivat e parlamentit kërkesa për me marrë informacion, pasi që 7 ditë ishin të shpallura ditëzie, fatkeqësisht zoti Gashi me shumicën parlamentare, pa prezencën tonë, e shtin edhe një javë që kuvendi mos debaton me pretekstin që mos keq përdoret foltorja. A gjitha organet, gjitha institucionet tjera po punojnë. Dhe këtu është edhe më e paqartë interesi i kësaj shumice parlamentare që transparenca të jetë në nivelin e duhur, të debatohet në organin ligjdhënës dhe normalisht atë që e thash, ne sot kemi parashtruar kërkesën për informat, që të kemi informacion si deputet, si organ legislativ, dhe normalisht nesër e dorëzojmë, pasi që e kemi të përgatitur, edhe kërkesën për komision të posaçëm anketues, konform rregullores, ku ju bëjmë ftesë gjithë deputetëve që ta përkrajnë këtë iniciativë, pa dallim të cilës parti politike janë, vetëm e vetëm që në parlament, në komisionin anketues, që ne e propozojmë, pasi që është edhe praktik në parlamentin, lejon edhe kushtetuta edhe rregulloria, që në mënyrë transparente, të detajume, të debatohet për këtë çështje dhe të përcaktohen në atë debat, në mënyrë shumë precize, gjitha detajat që kanë shpirë deri te ndodhja e kësaj tragjedie. Dhe kompetencat dhe përgjegjësitë se kush në çfarë kohe i ka. Edhe njerë, më lejoni të ritheksoj, nuk mundet tragjedia të ndodhje në këtë datë përgjegjësia të kërkohet para 5 viteve. Këtë e bën vetëm kjo shumicë arrogante, shumicë parlamentare me sjelljen e saj arrogante. Zotëri Begjeti, si e komentoni çështjen që zotëri Mickovski ka ndryshuar me një farë mënyrë qendrim apo vëmërode për mëneja nuk do të kërkojnë tërheqjen e kryetarit të Këshillit Gjyqësor. Pra kjo ka ndodhur më njëherë pasi ndodhi edhe tragjedia. Në prokurorin, besoj. Në prokurorin, po. Edhe kjo është një dëshmi se kur i shkon për shtati ati i në rregull. Zaten ai ka pas edhe një deklarat që ka qenë publike se prokurori duhet të jetë i afërt me pushtetin, që njihen, që komunikojnë, vetëm e vetëm si pas ti që të ketë një luftë më të mirë kundër korrupsionit e kështu me radhë. Jo. Ajo është organi pavarur, konform kushtetutës dhe duhet punon. Dhe kjo është edhe një dëshmi dhe e ka prononcu me deklaratën e vetë se ka dhënë rezultat gjë presioni, që ai duke fsheh që për presion mbi organet e pavarura gjyqësore, prokuroriale, kështu me radhë, i dëgjoni deklaratat e atij të ditëpërditshme për prokurorin, për kryetarin e gjyqit suprem që u zgjodh ushtrues detyre, për Këshillin Gjyqësor Republikan, për Këshillin e prokurorëve, kështu me radhë, dhe fatkeqësisht kjo është situata që ndodh dhe nuk është e rastit që shqiptarët ditat ditës shqetësimin e vet po e ngrenë në pjedestal. Sa të besueshëm mund të jenë këto prokurora apo këto ulëmtime që bën tani nga ana e prokurorisë, nëse një prokurori e tillë po ju nënshtroi ka një presionit apo një partie politike apo kryeministrit? Më kujtohet në një rast me përfaqësues relevant ndërkombëtar, si ish ministër i drejtësisë kur kemi biseduar, dhe do e shfrytëzoj rastin që ta them.
e dëmshme është për shtetin, për demokracinë, kur kryeministrat marrin rolin e prokurorit. Kjo është dëshmu në të kalumen. Nga përvoja ime, edhe si ish ministër i drejtësisë, po edhe në zhvillimet politike, fatkeqësisht kjo po ndodh. Lejoni t'ju rikujtoj gjithë opinionit në përmjet mediumit juaj, deklaratat të këtilla kishte edhe Zoran Zaev, kishte edhe Nikola Gruevski. Çka dallon tash? Kur ditë për dite, kryeministri nuk del të flet për kompetencat dhe për të arriturat e veta për qeverinë, po del flet për raste të caktume prokuroriale apo gjyqësore. Dhe këtu lindin dyshimet se progresi nuk po shihet, por vazhdo të shihet regresi. Nëse ai thirret në 2% besueshmëri të gjyqësorit, ku Bashkimi Demokratik për Integrim dhe parti tjera që janë pjesë e Frontit Evropian, kanë bashkëqeveris edhe me LSDM, edhe me VMRO-DPM, ata njëre për gjithmonë duhet hekin dorë nga këto presione që i ushtrojnë. Dhe prandaj e kanë sjell në këtë situatë që të ketë drejtësi selektive, të ketë qasje shumë selektive, dhe çka është me keqja edhe njëri ripërsëris në këtë tragjedi me përmasa kaq të mëdha të fshehen që nuk do punon kuvendi dhe jo të debatohet, askush nuk them që është gëzu për këtë tragjedi. Gjithë ndajnë dhimbje, gjithë kolegat deputet, me familjarat, bashkë ndjenë dhimbjet, bashkë me ta, e kështu me radhë. Por ne do të marrim përgjegjësi edhe si parlament, po edhe si institucione, duke filluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, Kryeministri, inspektoratet, e kështu me radhë, që fundja e fundit, nëse ka ndodhur lëshime, edhe të tërhiqen, që mos ndikohet nesër në hetimin. Jo të bësh luftë shtrigash ndaj ish funksionarëve dhe të paraqitesh sikur tash po pas kanë dëshkime dikur s'ka pas. Kjo nuk është garë automobilistike. Jurisprudenca nuk është garë automobilistike as me vrap, se kush dënon më shumë. Këtu duhet një hetim transparent. Në ditën që ka ndodhë, si ka ndodhë, në periudhën si ka punu atë ditë, levo me vite, po edhe një ditë tjetë, pa licencë, pa rregulla ligjore, kush i ka fajet? I kuptoj. Shpresoj që ato me të cilët me të vërtet janë përgjegjës të marrin dënimin e nëpërmjet kërkesës që kemi bërë sot dhe tjetrën që kemi përgatitur sot po e parashtrojmë nesër dhe ku presim dhe shfrytëzoj rastin me apelin tim që gjithë deputetët të bashkangjiten kësaj kërkese që në parlament gjitha organet vinë të referojnë komisioni anketues konform kushtetutës dhe rregullore se ka atë rol dhe atë detyrë. Dhe dëshmi më e madhe se jemi të interesuar për hetim transparent të paanshëm nuk besoj që ka. Shpresoj që fajtorët e vërtet pra dalin para drejtësisë të marrin dënimin e merituar për këtë ngjarje kaq makabre. Ne do të vazhdojmë që të kalojmë me një temë tjetër, pra të tema e zgjedhjeve lokale të cilat pritet të mbahen në diku ka muaji tetor. A ka vendosur Fronti Evropian se si do t'i ndaj komunat me partitë tjera të cilat janë pjesë e Frontit Evropian? Kandidatët tonë ne do bëjmë përpjekje të jenë të preferuar të qytetarëve. Dhe ajo është eredit dytë, e dorës dytë si planifikim, normalisht një gjithë përfshirje do të ketë, nuk kemi biseduar për ndonjë ndarje, kështu ta them shumë hapur, por normalisht punojmë në këtë drejtim dhe përcaktimi jonë është që të ketë dhe pritet që të ketë edhe zgjedhjet parakohshme parlamentare edhe lokale të përbashkëta, pasi që disa aspekte këtu janë shumë të rëndësishme, edhe çështja e legjitimitetit të shqiptarëve, pasi që me këtë bashkëbisedojsh, edhe me qytetarë të rastit, dy qytetarë që nuk njihen, po ngrenë shqetësimin e vetë për çështjet që po ndodhin, sidomos në aspektin e shkurtimit të drejtave të shqiptarëve, defaktorizimit institucional të shqiptarëve kështu me radhë, dhe me një argjim
kemi dy parzgjedhje edhe parlamentare edhe lokale dhe të rikthehet në binar legitimiteti, pasi që pa legitimitet është dëshmi se ky grupim politik nga shqiptarët që është pjesë e qeverisë po dështon në çdo segment, po dështon në çdo sferë, gati se qytetarët nuk ndjejnë përfaqësim real të tyre në pushtetin ekzekutiv gjithësisht qeveritar. E normalisht bëhen gjitha ulëmtimet, gjitha konsultat që kandidatët tonë tjerë sa më të kapshëm dhe që ti mund t'i realizojnë të priturat e qytetarëve me aftësitë dhe ekipet e veta. Pra në asnjë komunë ndë nuk dihet asnjë kandidat nga në frontit evropian. Jo, e them me përgjithësi që jo, pasi që është herët dhe tash është punu në disa drejtime tjera që i besoj që i përmendën. Ne jemi parti dhe koalicion serios që i ndjekim zhvillimet politike. Funksionimin ton nuk e shohim vetëm për të grabit pushtet, por realisht ai pushtet jetë në shërbim të qytetarëve, në shërbim të shqiptarëve, në shërbim të gjithë qytetarëve dhe të realizimit të programit ton për cilën jemi zotu dhe për cilën jemi mandatuar nga votuesit shqiptarë. Mirë, zotëri Bexheti, megjithatë, a është i konsolidum bukur mirë fronti evropian deri në këto zgjedhje? Jashtëzakonisht mirë është i konsolidum dhe mbështetja dita ditës edhe po shtohet, pasi që në këtë situatë që ndodhi në mos respektim të legitimitetit, pas një periudhe të gjatë, të kisha thënë, kanë mundësi që të bëjnë një krahasim pushtetit ton dhe pushtetit e përmjet vazalitetit. Pushteti jonë ishte real, që buronte nga vota, nga vullneti, nga përcaktimi i shqiptarëve, dhe pushteti të preferuarve apo vazalitetit, por shihet një dallim shumë i madh dhe besoj se edhe për skajt dëmit që është bërë, ne kemi kapacitetin e tur, kemi aftësitë e duhura që fillojmë të pas rikthimit në normalitet, do kisha thënë, që të fillojmë të riparojmë gjitha këto dëme që janë arrit. Që janë arrit të realizohen fatkeqësisht me klikën udhëheqëse të një pjeset nga ky koalicion jashtë të quajtur Vlen. A keni pas ndonjëherë bashkëbisedim, nëse mund quaj për kontakte me pjesëtarët apo udhëheqës të koalicionit Vlen për çështje të caktuara të rëndësishme siç janë disa komuna ku rrezikohen që të humbin kandidatët shqiptar për kryetar komunash. Kërshova, Bervenica, Çash, ka dhe komuna tjera ndoshta të cilet janë të rrezikshme. A do të ishi ulur bashkë apo do të kishi bashkëpunu me Vlenin për këto çështje? Ka qenë një rregull e pashkruar ndërmjet shqiptarëve që në disa komuna partia që nuk ka gjasa reale, pasi që ulëmtimet, matjet e përdeftojnë letat punë, kanë përkra kandidatin serios për me i fitu zgjedhjet. Besoj se duhet ndodhë. Po edhe nëse nuk ndodhë, besoj se shqiptarët do të buen vetë, pasi që nga kjo klik udhëheqëse, që s'është mandatu nga shqiptarët, gjithçka edhe mund pritet. Por realisht besoj që shqiptarët nuk do e lejojnë, pasi që dëshmi të kësaj këtu në Pollog e kemi komunën e Bërvenicës që ndodhi kështu në këtë drejtim që thoni ju, dhe fatkeqësisht edhe u realizu edhe ajo. Besoj që gabimi është i freskët, që bën këta që e quajtën veten koalicion Vlen apo grupim Vlen, dhe shqiptarët e kanë të freskët dhe besoj që do grupimi do jetë përveç zgjedhje lokale, që ne presim edhe zgjedhje parlamentare, të jetë edhe porosi politike për gjithë ata që shkurtojnë të drejtat e shqiptarë. Ne jemi dëshmitar që diaspora tatimin e pagun edhe në Pollog, edhe në Shkup, edhe gjithkund Maqedoni, po në shpërndamjen e mjeteve nga nënshkrimi i kryeministrit të kësaj qeverie ku janë këta të Vlenit nuk përllogaritet. Gjuha shqipe çdo muaj gjykatën kushtetuese kur dojnë e shtyjnë seancën, kur dojnë e caktojnë. Për abrogimin e neneve më të rëndësishme, pasi që nuk ka nenë pa rëndësishëm në ligjin për gjuhën shqipe,
çështja e balancerit ku pa fije turpi. Ai që i thot zëvendës kryeministër vetes në këtë qeverizet me gjiti Arben Fetaja dhe do tjerë që thonë për 2 javë do kemi ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Sa kohë kanë kalu? E kanë thënë edhe nga unë në studio faktikisht. Sa kohë kanë kalu? Nëse kanë ardhur në situatë që turpin, pukën, ta ngjin me turp dhe ta konsumojnë, ajo është problem tjetër. Por nuk mundet 2 javë dhe të kalojnë disa muaj. Dhe përfaqësimi, shqiptarët janë zero në për institucione dhe jemi dëshmitar nga rrjetet sociale, nga mediumet, nga konkurset të ndryshme, ku gati se as pak deri tani nuk duken që pranohen. Dhe kjo është e defaktorizimi institucional i shqiptarëve. Jo vetëm vendet udhëheqëse që ne paralajmëruam se si i lam institucionet, me çfarë përfaqësimi nëpër drejtori, zëvendës drejtori, përfaqësim adekuat dhe të drejtë, qoftë në aspekt horizontal, qoftë vertikal, dhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë. I shifni edhe deklaratat. Nga vetë ata, sot i bëjnë. Del njën nga patroni i tyre, nga vëmërot dhe pëmëneja, nesër nuk vlena që e kanë thënë. Dhe nuk ka qenë rasti që edhe në pyetje deputetësh, ku parashtru kështu për kurtuazi dhe njëkohësisht kam dash që të arrit që të ngre një shqetësim që edhe ata ta pyesin veten. Çfarë formule ka gjetë kryeministri që i ka disiplinu që i detyron fjalët e vet aty ndrojnë? Kishe policin Maqedonas që përdosi flamurin shqiptar ku tash po avansohet e kështu me radhë. Kjo është tani më frim dhe fatkeqësisht e legjitimojnë këta nga bleni. Fatkeqësisht, por ne mos harojmë, edhe ata nuk duhet harojnë. Edhe pse i kanë humbë zgjedhjet. Edhe ata kanë një përgjegjësi para shqiptarëve, para votuesve shqiptarë. Ne kemi pjesën tonë të përgjegjësisë si fitues të zgjedhjeve, po edhe ata kanë një përgjegjësi. Nëse e trajtojnë pushtetin vetëm për klikën udhëheqëse të tyre, apo siç ndodhi rasti në Tetovi shitjes monopolit e kështu me radhë, atëherë është krejt diçka tjetër se si e kuptojnë ata pushtetin. Zotëri Bexheti, jo rrallë herë është përmendur edhe bojkoti, ndoshta jo në mënyrë zyrtare të komunikimit nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe nga njerëz të ndryshëm të cilët thonin se është i mundur bojkoti i zgjedhjeve lokale. A është e mundur kjo dhe pse duhet të bojkotohen zgjedhjet nëse po? Do kisha bë një precizim, korrigjim, besoj që nuk do më keq kuptoni. Duke filluar nga Ali Ahmeti dhe gjithë të tjerët, askush nuk ka përdor termin bojkot. Deklaratat nga zoti Ahmeti dhe gjithë të tjerët kanë qenë se nëse edhe, pasi që shumë sede tjera kruciale janë dëmtu në aspekt praktik të ligjeve, edhe ligji për përdorimin e gjuhëve prekët, nuk do të ketë klim për mbajtjen e zgjedhjeve. Pasi që reagimi i shqiptarëve do të jetë shumë i madh mbi tendencën e supremacionit të këtij grupacioni politik maqedon që don të rishikojnë çdo të arritur që ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi paralajmëruar reagimin e shqiptarëve, që ne do të jemi bashkë me ata në krye të tyre për këtë reagim. Nuk mund ne të lejojmë nemën të keqpërdorimit të organeve, siç folëm pak më herët për organet prokuroriale gjyqësore, ku drejt për drejt kryeministri Mickovski bën presion dhe gjithë të tjerët i aplaudojnë, vetëm e vetëm t'i mbulon pjesën e përgjegjësive të bashkëpunëtorëve të vet dhe të defokuson opinionin se kush ka faj dhe gjëja se kjo qeveri mirë ka masa ndëshkuese të tjerët. Jo, edhe këtu të shkurton të drejta të shqiptarëve, ditë për ditë e kritikon prokurorin, gjyqësinë, ama gjykatën kushtetuese e ngren pjedestal. Ne i dimë edhe emrat. Gjykatën kushtetuese votohet mbi baza etnike. Edhe ne kemi luftu. Ka pas në vitin 2001, kur është arrit marrëveshja e orit, një ndër postulatet kryesore ka qenë që të evitohet majorizimi.
këtu po ndodh një majorizim. Dhe në emër të atyre organeve, çka duhet shqiptarët të pajtohen? Jo. Nuk ka arrit asnjë kryeministër që t'i detyron, t'i disiplinon, ashtu si e don vet dikush një shtet duket, jo. Ky shtet është i përbashkët i gjithëve dhe le ta harojnë që do ndodhi. Dhe këtu thash që duhet një precizim, korrigjim apo një riformulim, pasi që nga ana e mediave është plasu sikur bojkot. Jo. Këtu ne presim një reagim të gjithanshëm të shqiptarëve që nuk do ketë logjik më për çka duhet garojnë, për cilin pushtet duhet garojnë. Ata dojnë, nëse dojnë të rishikojnë gjitha të drejta, të rishikojnë marrëveshjen e orit. Atëherë duhet të ne do të debatojmë për një marrëveshje të re, edhe atë mënyrë urgjente, se shqiptarët kanë derdhur edhe gjak për këtë marrëveshje. Dhe nuk do lejojnë në emër të keqpërdorimit të organeve dhe vendimeve që bien nga ato organet që keqpërdorin kompetencat e tyre dhe majorizimin që të rishikohet në tërësi gati se tërë marrëveshja e orit. Nëse nuk mban zgjedhje të parakoshme parlamentare, do të ketë përsëri thirrje për bojkot edhe të zgjedhjeve lokale apo jo? Në vokabularin ton deri tani nuk ekziston bojkot. Bojkot, okay. Ju kuptoj, po megjithatë do të ne flasim për çështje politike dhe vendimarrjeve që bëhen në emër të keqpërdorimit të organeve dhe po bëjmë paralajmërimet. Jeni dëshmitar, gjithë opinioni është dëshmitar se fatkeqësisht paralajmërimet tona po dalin. Gjithë ato që paralajmëron se nëpërmjet vazalitetit të Vlenit do të defaktorizohet edhe kauza shqiptare, edhe përfaqësimi shqiptar, edhe të arriturat e shqiptarëve, po i keni. Dhe këtë duhet ta merrni si shqetësim, pasi që ne kemi detyrim të paralajmërojmë. Kemi detyrim edhe të lajmërojmë, edhe të paralajmërojmë, po edhe të veprojmë. Dhe gjitha këta deklarata shkojnë në këtë drejtim. Zotëri Bexheti, tani një pyetje paksa nuk është konfirmuar, megjithatë ditëve të fundit ka pas një numër të madh të reagimeve të qytetarëve nëpër Facebook se jo zotëria Meti ka pas takim me zotërin Arben Taravari, se mund të kese ndonjë ndryshim apo diçka të tillë. Pra, a është e vërtetë se ka ndodhur një takim i tillë, pra ose ka pas komunikim në suaza të tilla? Tash komunikime mirë është kur ka. Pak më herët parashtrut një pyetje. Komunikimet janë edhe jo formale ndonjëherë. Unë nuk kam informacion për ndonjë takim të tillë, komunikim të tillë, po realisht edhe ne në parlament i bjerë rradha edhe debatojmë me edhe për deputet kolegë të partive të ndryshme politike, edhe shqiptare po edhe maqedone. Besoj se duhet të arrijë ajo ndërgjegja e gjitha këtyre zhvillimeve që po ndodhen. Mos harrojmë se natën e festimit fitores në taborin Maqedonas u dha një deklaratë se qendra e rëndesës nuk do jetë në Reçic të vogël, do jetë për te Vardarit dikun. Dhe ajo po ndodh edhe në veprim. Besoj se dhe nuk është e rastit edhe shumë njerëz, shumë votues që në zgjedhjet e fundit nuk kanë votu Frontin Evropian, në kontinuitet na komunikojnë, shprehin shqetësimet, pasi që njerëzit votojnë nga një cikël në cikël tjetër, sipas programit, ofertës e kështu me radhë, po shprehin shqetësimin e tyre që çka po ndodh. Dhe ne nuk mund të votuesve t'ju i dhurojmë se si kanë vendos ditën e zgjedhjeve të votojnë. Por ne jemi në komunikim të vazhdueshëm përveç me strukturat, mbështetësit, antarët tonë dhe me qytetarët. Dhe qytetarët po e flasin hapur në çdo komunë, në çdo lagje, në çdo vendbanim, shqetësimin e tyre edhe pendimin e tyre që i kanë dhënë një mbështetje këtyre politikave të Vlerit. Dhe nuk do ishte rastit që në ndonjë parti politike, kuadrat Vlenit edhe të shihet ky shqetësim që buron nga shqiptarët. Megjithatë, do të kthehemi edhe një herë tek pyetja, pra nuk mohoni të ketë pasur ndonjë komunikim zyrtar me zotin Ahmeti dhe zotin Taravari.
Unë nuk mund as të mohoj, as të pohoj, pasi që nuk jam pjesë e atyre takimeve dhe nuk kam informacion. Okay. Mirë, do të kalojmë atëherë me një temë tjetër. Kanale e komunikimi BDI për herë ka mbajt me gjitha subjektet politike. Do të se ka nuk kemi qenë refuzus për kanale e komunikimi. Megjithatë, mund të ketë lëvizje deri në zgjedhje, kombinime të reja, apo nuk kam informacione të këtilla. Nuk po flasim pikërisht për zotin Taravari, edhe për çështje tjera. Nuk kam informacione të këtilla, kam dëgjuar prononcimin publik edhe ai se ka mohu që ka kanale komunikimi, po megjithatë djalojmë kohës që tek ne kemi dallim në qasje. Ne jemi realist dhe i shohim gjërat në mënyrë reale, nuk bëjmë një luftë për pushtet. Edhe këta janë pushtet, çka se janë. Pushtetin, nëse nuk e kuptojmë si përfaqësim real të atyre, gjithësisht të shqiptarëve që na mandatojnë, nuk ka çka duhet ai pushtet. E kalumja e përdofton edhe në ish Jugosllavi dhe Rahman Morina ka qenë pushtet. Edhe tjerë kanë qenë pushtet. Po, cili është perceptimi edhe atëhershëm, reagimi, dhe edhe pasojat cilat kanë qenë, po edhe në pushtetet jo të drejta, që nuk burojnë nga legitimiteti. Atëherë, pse duhet këtë parti shqiptare, besoj se ndërgjegja do mbisundon tek, nëse e shihni, është dëshmi dhe motive dhe më i madh që të shohin cila ishte deklarata e një lëvizje politike e quajtur ZNAM. Nuk do lejojmë që VMRO-DPMN të kërcënohet nga partitë politike shqiptare dhe do bëhemi pjesë e qeverisë. Edhe ata desh ta mendojnë se ne kemi fituar zgjedhjet, edhe ata desh njëjtin qëndrim ta kenë. Nuk do lejojmë që partia fituese të shantazhon politikisht partinë apo koalicionin fitues shqiptar. Kjo është ajo që priteshte dhe që duheshte. Jo të vrapon në, për shembull, Izet Mexhiti prej të BDI-ja të shkuet të VMRO-ja, ka bo parti politike, dole, nuk i fitove zgjedhjet, u kri puna. Do luish rolin opozitare dhe kështu. Zotri Bexheti ka djepra janë mbushur 5 vjet që nga antarësimi i Maqedonisë në NATO. Edhe sa vjet mendojnë që do të presim për të antarësuar në Bashkimin Evropian me këtë tempo, të cilën e ka ky pushtet pra drejt çështjes së integrimeve. Po ju jeni dëshmitar ku pak më herët përmendet zotin Taravarit, që edhe ai vetë ka pranuar që ka pas një letër qarkore të nënshkruajtme nga partitë politike shqiptare që nuk do bëhen pjesë e qeverisë pa ndryshimet kushtetuese. Pastaj nga ky grupim politik jashtë të quajtur Vlen, dolën me një prononcim se në afat prej 6 muajve. Keni ndëgjuar ju do një prononcim pas atyre dytve që ishte aktuale ngritur nga mediumet, do një shqetësim nga kush janë Bilal Kasami, Bekim Qoku, Izet Mexhiti, Zeqiria Ibrahimi, Arben Taravari, kështu me radhë, se çka po ndodh. Këtu është ajo që e themi ne, se nuk është puna vetëm pjesë e pushtetit për një benefit grupor, individual dhe grupor. A reflekton vullnetin realisht të shqiptarëve dhe orientimet politike tonët. Sa muj është kriju kjo shumicë parlamentare? Gati 1 vjet të ta. Po i drejt deklaratat, s'po e pranojnë nënshkrimin e vet. Çfarë halli kanë këta njerëz? Për atë do rikthehemi te ajo pyetja që thash duhet një riprecizim, riformulim, se nuk kemi përmend termin bojkot. Ne kemi paralajmëruar shqetësimet se ka po shkon. Ndëgjoni diçka pozitive në ekonominë shqiptare? Dhe ne jemi pjesë e këtij shtetit. Ndëgjohet diçka pozitive? Ka ndonjë zhvillim? Ka një diçka që mburën shqiptarët se po ndodh, edhe në aspekt ekonomik. Ja t'jekim në aspekt nacional. Për një moment. Jo që dhe i hekim, po të bëjmë një krahasim. Po ndodh diçka me pozitivitet që mburemi se po ndodh. Por nuk mundet pa përfaqësim
politik nuk mundet as përfaqësimi ekonomik, so për struktura shoqërore dhe ekonomike ecin paralelisht ato. Çdo student i vitit parë drejtësi dhe ekonomi ka të qarta këto parime. Prandaj po themi se nuk po ndodh nga e kalumja, mund nga VMRO DPMN, ku ne kemi qenë bashkë pjesëmarrës qeveri, zhagiteshte deri në fund çështja e kontestit që ne jemi antar të NATO-s. Dhe me sa mund dhe me sakrificë u arrit që ne jemi antar i Aleancës Veriatlantike dhe tani kur ishte momenti në parlament, pasi që faza e parë në mandatin e kalum u shqirtua, betet ishte vetëm votimi që të riaktualizohet, normalisht që edhe kjo çështje don. Nëse i merr në aspekt kushtetues, me rregullore, nëse nuk ndodh kjo edhe 2 muaj të ren, afati kushtetues ligjor për zgjedhjet lokale nuk mund ndodhje deri në zgjedhjet lokale. Edhe prind 6 muaj, sa muaj bën deri atë? Ku është ai nënshkrimi i këtyre që thënë që janë reprezentës shqiptare? Prandaj parashtrohen shumë pyetje, shumë dilema, shumë shqetësime dhe edhe njerë duhet i theksoj. Nuk ishte rasti që i parashtruam një pyetje të tillë nga si Fronti Evropian se cilën formulë ka gjetë ky kryeministër që i detyron këta t'i drejtë qëndrimet publike, nënshkrimet e veta. Gjithçka që këta deklarojnë, nesrit ai disiplinon. Me çka i ka kapaj që këta s'mund të lëvizin. Mbetet shihet zotëri Bexheti, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit sonte këtu me ne, shpresoj që të kemi përsëri mundësinë që t'ju kemi dhe të diskutojmë për çështje tjera. Faleminderit për ftesën. Besoj se dhe shpresoj se në ndonjë emision të radhës ne do mund të debatojmë edhe për suksese, po edhe për krahasime. Jo vetëm në fjalë, po edhe në veprime konkrete, pasi që realisht nga kjo lloj qeverisje ne edhe nuk kemi zgjidhje tjetër përveç paralajmërimeve dhe veprimeve politike dhe besoj se është koha për riparim të gjithë kësaj situate dhe besoj se ndërgjegja të gjithë secili do të vlej. Kjo kërkon një reagim kolektiv të shqiptarëve që të riparohet sa më shpejt. Koha po ecën me një dinamik shumë të madhe dhe realisht nëse i shohim edhe zhvillimet politike, ekonomike në region, neve na duhet një përgjigje kolektive kështu si shqiptar për t'i rikthyer gjërat në binar të dur. Faleminderit edhe një herë për mundësinë që nëpërmjet mediumit juaj patëm mundësinë që të bashkëbisedojmë me gjithë ata që ju ndjekin. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista në kuadër të emisionit On Time me zotrin Blerim Bexheti, koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë mirëpafshim.